Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Ngjarjet e aktualitetit do të jenë në fokus të pjesës së parë të emisionit tonë për mbrëmjen e sotme. Do të flasim për Erion Veliajn, i cili u la në burg nga gjykata e lartë. Çfarë do ndodhë më tej me të? Thonë që ai mund të kalojë prapë në gjykatën e lartë pasi vendimin që ka bërë gjykata kushtetuese etj. Diçka mund të themi edhe për këtë. Ai sa kuptojmë ne, ha? A do të ketë proces tjetër pra për masën e sigurisë? Do të flasim për Ryan shumë të rëndë, që një biznesmen shumë i kamur, i pasur e gjithë, i ka bërë partnerit vetë, e ka rrahur aq shumë, sa ai ka ikur shkreti në spital i plagosur. Nuk e dim gjendjen shëndetësore të gjitha, po edhe njerëzit më me para të kësaj bote, para të madhe, e kanë mbledhur domethënë në mënyrat që mbledhin ata, Ryan të zhdepin në hu të Ryan Tela. Dhe kujdes duhet bërë domethënë edhe ku kalojmë në rrugë dhe gjitha ndaj se nuk i dihet botës ku jetojmë. Do të flasim diçka do të ndalemi se qeshti ndërvish, po qesh gabim, se më ndodh dhe ty. Tani do të flasim pjesën e dytë do të flasim për Ryan e thamë, do të flasim për Akshin, do të përpiqemi dhe ndonjë gjë tjetër për një dekane që e ka pushuar rektori, ka rënë kokë, ka pushuar se do të konkuronte për një diku tjetër në seksionin e drejtësisë, dhe ai ka përfituar nga rasti, ka pushuar etj. Në pjesën e dytë do të kemi në studio Blendi Klosin dhe një panel tjetër analistësh, kolegët tanë të njohur që ju i dini. Tani kalojmë direkt, përshëndetun dhe dy vajzat e Klod Lala, faleminderit shumë që ke ardhur dy vajzat e tua. Si dy janë vajzat më të mira në botë. Nuk ka gjë më të mirë dhe si mund të bëj Klod Lala dy vajza kaq të mira. Allah. Po ta kam thënë një herë unë Ylli, se është ajo teoria nga ferra del trëndafili. Nga ferra del trëndafili, po më mirë vajza nuk ka në botë. Dhe i ka bërë kjo tani, nuk kuptoj. Ferdinand Dervishi, Gjevaj Zhabin e Andi Tela, faleminderit shumë. Tani gjykata e lartë e thamë, fillojmë me njëherë me çështjen e parë, Erion Velia ka mbetur në burg. Do të ketë dhe një ndryrje te pjesa e kur të kalojmë te Akshi të Zotit Endri Meksi, drejtori i përgjithshëm televizionit të MSNTV dhe CEO, pra pronari i këtij televizionit tonë. Ndonjëherë ai vjen edhe flet edhe thot gjërat e veta. Dhe ne e dëgjojmë. Jo vetëm se është pronari, e dëgjojmë domethënë për ti. Se edhe është për dëgjuar në një. Tani Erion Velia them, ka mbetur në burg zonja Lala, që ndodhi në gjykatën e lartë, ju pash duke raportuar edhe pak e gëzuar duket ti pa. Se për shembull unë këtë Erion Velia nuk e dua, po nuk e dua si njeri, po ku di unë se nuk gëzojmë për këta. Jo se u gëzove, po si kur të doli fjala, ç'a ndodhi aty tani? Isha ka? Jo, absolutisht, ke drejtën tënde. Problemi është që gjykata e lartë mori në shqyrtim një rekurs të zotit Veliaj që kishte të bënte me një kërkesë të tij që lidhe me zëvendësimin e masës së sigurisë. Pra nuk ishte masa e parë që është caktuar ndaj zotit Veliaj arrest të burg dhe më pas ai nga zyra e Verin Thonjza këtë kalb, Verin Thonjza. Problemi është që zoti Veliaj kundërshtonte dhe kërkonte shfuqizimin e një vendimi të gjykatës së apelit posaçëm të muajit shkurt 2026, firmosur nga gjyqtare posaçme Nertina Kosova, e cila la në fuqi një vendim të shkallës parë, pra GKK-s, për caktimin që rrëzoi zotin Veliaj për masën e sigurisë. Tani debati ka zgjatur rreth 2 orë në dhomën e Këshillimit, sepse nuk ka patur palë, ka qenë një rekurs që është shqyrtuar jo në seancë plenare, por shqyrtuar në dhomën e Këshillimit. Kolegji penal i përbërë nga Albana Boksi, Sokol Binaj dhe Gent Shala kanë patur një debat relativisht të shkurtër në këndvështrimin tim në raport me çështjet e tjera, sepse ne kemi parë rekurse ku janë shqyrtuar çështjet politikanëve apo të rasteve të tjera që mund të ketë zgjatur deri në 5 orë apo në 6 orë, me sa duket në kushtet ku ka qenë kërkesa dhe rekursi i zotit Veliaj, kolegji penal ka parë të arsyeshme të linte në fuqi vendimin e gjykatës së apelit. Tani, çështja Veliaj në fakt është pak interesante, sepse paralelisht po shqyrtohen disa çështje që kanë të bëjnë me të. Për shembull, vetëm pak ditë më parë, gjykata kushtetuese shfuqizoi vendimin e gjykatës së lartë dhe e ktheu çështjen nga e para për i gjykim dhe i kërkoi gjykatës së lartë të arsyetonte 2 momente. Së pari, përse masa e arrestit në burg ishte vetmja masë proporcionale për zotin Veliaj
në cilësinë e kryetarit të bashkisë, pra sepse gjykata kushtetuese tha ekziston dhe qëndron pjesa sa i përket dyshimit të arsyeshëm të bazuar në prova, por ajo që lidhet me funksionin do duhet të arsyetohet nga gjykata e lartë. Kjo ishte pika e parë që u gjet me shkelje dhe u konstatua nga gjykata kushtetuese që kishte mungesë arsyetimin në vendimin e gjykatës së lartë. Dhe pika e dytë lidhej pikërisht me vendosjen e zotit Veliaj në kafazin prej xhami. Edhe në këtë pikë gjykata kushtetuese konstatoi që gjykata e lartë nuk ka bërë një arsyetim të detajuar se përse një zyrtar i lartë, siç është rasti i zotit Veliaj i zgjedhur vendor, vendoset në pozita të barabarta me njerëz shumë të rrezikshëm të botës së krimit, sepse kafazi pretendohet që në të vendosen vetëm ata njerëz të cilët ekziston rreziku për t'u larguar, për t'u arratisur, kanë prirje për të kryer vepra të rënda kundër jetës dhe shëndetit e tjera me radhë, apo e përdorin daljen nga kafazi si një mënyrë për të bërë show. Tani problemi është që me thënë të drejtën, ky vendim i ditës së sotme është pritet me shumë interes, zbardhja e tij, sepse shi çfarë ndodh zoti Rakipi. Kolegji i Bashkuar të Gjykatës së Lartë morën një vendim unifikues dhe thanë që gjykatat e shkallëve më të ulta do duhet të arsyetojnë se përse të gjitha masat alternative janë të papërshtatshme për t'u caktuar ndaj një personi X i cili është në konflikt me ligjin dhe e panë masën e arrestit në burg si rast përjashtimor. Pra vetëm në rastet kur asnjë masë tjetër nuk mund të përshtatej me veprën penale, me rrezikshmërinë e tjera me radhë, pra e fundit fare mund të ishte masa e arrestit në burg. Në rastin e Veliajt, si justifikohet kjo me faktin ja, pikërisht të po them. Prokuroria e posaçme në arsyetimin ose në prapashtesa që ka dërguar në gjykatën e lartë, pika kryesore ku është ndalur ka qenë kjo. Prokurorët pretendojnë dy momente, po njëri është shumë thelbësor. Ne thonë në dosjen Veliaj 1, që kryetari i Bashkisë Tiranës është duke u gjykuar, kemi një bashkëpunëtor të drejtësisë. Dhe përsa kohë kemi një bashkëpunëtore Sërzonjë, gruaja e cila ka rrëfyer, përsa kohë kemi një bashkëpunëtore të drejtësisë dhe ajo nuk e ka dhënë dëshminë përpara gjykatës dhe kjo dëshmi e saj nuk ka marrë vlerën e provës, atëherë thonë ekziston rreziku për shkak të pushtetit financiar, për shkak të pushtetit politik, për shkak të faktit se Erion Veliaj rikthehet sërish nëse del nga burgu në zyrën e tij në Bashkinë e Tiranës. Këto janë shkaqet mjaftueshme thotë që mund ta vënë në rrezik dëshmitaren e mbrojtur ose mund të ketë një risk të shtuar për ta friksuar dhe intimiduar atë. Dhe momenti i dytë që arsyetojnë prokurorët lidhet pikërisht me atë që njihet si dosja Veliaj 2. Ne e dim, është publike tashmë që ka një dosje të veçuar, pra ka një fraksion tjetër sa i përket gjithë aktivitetit të Erion Veliaj sekretari i Bashkisë, pika e parë dhe e dyta po hetohet kompania Google e vllait të tij Arbër Veliaj. Dhe në kuadër të kësaj dosje janë pyetur shumë funksionarë të lartë. Dhe kjo thonë prokurorët, duke qenë se ne kemi ende materiale për të marrë, jemi duke qyrur telefonin, jemi duke marrë në pyetje dëshmitar, ekziston po ashtu risku që të prishen provat dhe të intimidohen dëshmitarët. Megjithatë, në vazhdën e ndryshimeve të reja, pra në ato vendimin unifikues, normalisht ky vendim është shumë interesant për të parë. Por nga ana tjetër mendoj që gjykata kushtetuese ja ka lënë një shteg Erion Veliajt për të patur një masë më të lehtë sigurie, ndoshta pas 2 ose 3 muajsh. Zonja Lala, tani me kemi këtu, pas e kam pyetje tjetër unë. A mund të shpjegoni edhe një herë timet për dosjen Veliaj 2, në qendër është vllai e përmendet fonetikte, po vllai i kryebashkiakut, për çfarë është konkretisht? Tani, mendoj që kompania Google Arbër Veliaj, sepse janë sekuestruar një sër ose janë qyrur një sër kontratash të lidhura me kompani të ndryshme, mendoj që kjo kompani mund të ketë përfituar, ky është dyshimi i prokurorëve, po mbetet për të provuar, mund të ketë përfituar për shkak të pozitës së Erion Veliaj si kryetari i Bashkisë. Dhe po shikohen së pari nëse ka patur klient kompania Google Arbër Veliaj, të cilët më pas kanë pasur interesa apo lidhje të drejtë për drejta me Bashkinë e Tiranës, pra nëse ka pas ndërtues apo biznesmen të tjerë që kanë marrë punë publike në bashki dhe më pas kanë pasur kontrata me vllajin, dhe pika e dytë që po shikohet është marrëdhënia mes kompanive të Arbër Veliajt, pra kompanisë Google, dhe kompanive të bashortes së zotit Veliaj, zonjës Ajola Xoxa. A kanë pasur transakcione me njëra tjetrën këto kompani, a kanë patur kontraktime pra dhe nën kontraktime me njëra tjetrën, dhe nëse po cila ka qenë marrëdhënia tyre juridike dhe sa i përket çështjes së kontratave. Këto të dyja janë shtyllat kryesore të hetimit. Patjetër që aty janë pyetur një sër zyrtarësh, për shembull ne kishim në emisionin e kaluar folën për ish deputeten Klotilda Bushka, e cila u mor sërish në pyetje, janë pyetur ekonomistë, janë pyetur financier, janë pyetur biznesmen të ndryshëm, janë qyrur disa kontrata të cilat i kundërshtoi Arbër Veliaj,
janë kthyer dhe disa celular të sekuestruar gjatë kontrolleve. Megjithatë, ende për momentin që ne flasim nuk ka një konkluzion sa i përket hetimeve për këtë çështje. Por sigurisht po shikohet në këto dy momente, pra marrëdhënia mes pozicionit e Erion Veliaj dhe detyrës tij si kryetar bashkie me përfitime që mund të ketë patur kompania e vllajt. Qartë. Pra, është edhe mundësia e penalizimit të vllajt të Erion Velisë. Tani këtë mbetet për të parë hetimet se si do shkojnë, por që për sa kohë kompania është në qendër të hetimit, mund të ndodhë që ai nesër të ketë ndoshta një akuzë, po mund të dalë edhe i pastër, pra nuk mund ta paragjykojë këtë pjesë. Pra për të zotërinjtë e tjerë, zotërinjtë, domethënë se më kryer ideja që Veliaj mund të lirohej pas udhëzimit të ri të gjykatës së lartë për masat e sigurisë. Pse për Veliaj nuk është i përshtatshëm asnjë mas tjetër? Shpjegoj Lala, qartësisht kur s'mbetet asnjë tjetër, ta e gjitha, ai mbetet në burg. Dhe në këtë rast, thelbi është që mund të prish provat thelbësore. Tani, ka një tjetër ide e hedhur nga një pjesë e shtypit që kjo ka ndodhur, kërkesa është bërë përpara e Veliajt e gjitha, por ka një vendim gjykatës shkretuese që e ka kthyer mbrapsht procesin. Është mundësia që Veliaj të rikthehet aty dhe të lirohet? Po e thash pra pak më herët që vendimi gjykatës kushtetuese i ka lënë një shtek të hapur Erion Veliajt, sepse gjykata kushtetuese i ka lënë detyra konkrete gjykatës së lartë dhe i thot dy momente. Së pari më arsyeto se përse kryetari i bashkisë duhet qëndrojë në burg, pra ma lidh me funksionin, jo si individi Pra, e shpjegove ti këtë. por me funksionin. Dhe pjesa e dytë ka të bëjë me kafazin. Tani gjykata e lartë duhet bëjë një vendim të arsyetuar edhe mbi bazën e atij vendimi që ka marrë vetë. Po, ajo që do ta bëj dhe sot. Do ta bëj dhe sot, por sot, të lutem të sqaroj dy momente, sepse nga që ka shumë çështje dhe njerëzit bëhen lëmsh. Vendimi që ktheu gjykata kushtetuese lidhet me masën e parë të arrestit në burg ndaj Erion Veliajt. Pra masa e parë fare kur ai ishte kryetari i bashkisë në detyrë. Vendimi që është marrë ditën e sotme ka të bëjë me kërkesat e zotit Veliaj për zëvendësim të masës së sigurisë. Pra janë dy momente të ndryshme procedurale të ndara nga njëra tjetra. Por kërkojnë të njëjtën gjë. Në thelb të njëjtën gjë, por gjykata kushtetuese i ka vënë piketa e gjykatës së lartë, sepse ja lidh masën e arrestit në burg me proporcionalitetin për shkak të funksionit. Pra nuk do të gjykohet Erion Veliaj si një i pandehur i thjesht pra për masën e sigurisë, por Erion Veliaj në cilësinë e kryetarit të bashkisë. Pra kjo është diferenca ose detyra që gjykata kushtetuese i ka lënë në derë, nëse mund t'ja themi, topin gjykatës lartë dhe i thot, ke tashmë një vendim unifikues, ma arsyeto, sepse dosjen që më solle, ma ke sjellë të pa arsyetuar. Dhe unë nuk e kuptoj, qëndron apo jo pretendimi i Erion Veliajt, për sa kohë nuk më ke bërë një arsyetim të detajuar, sepse gjykata e lartë, e cila në fakt bëri këtë çështje dhe po qep kostumin sipas meje dhe e qepi më në fund kostumin për të liruar njerëz politikës apo edhe të krimit organizuar, në thelb çfarë ka bërë, ka dërguar gjykatës kushtetuese një vendim pa arsyetuar. Qartë. Po? Mendoj që ky vendim i sotëm ka një lajm shumë të rëndësishëm që edhe që vendimi unifikues i gjykatës së lartë, i cili u mor gati një muaj më parë, nuk ndikoi tek vendimi po i gjykatës së lartë për masën e sigurisë ndaj Erion Veliajt. Kjo tregon që të gjitha shkallët e gjyqësorit, por edhe vendimi i prokurisë për të arrestuar dhe për të kërkuar për të masën e sigurisë arrest me burg ka qenë i argumentuar dhe i bazuar në prova. Kështu që unë mendoj që ky është lajmi sot që pavarësisht vendimit unifikues, masa e sigurisë për Erion Veliajn nuk ndryshon, bie dakord me Klodin kur thotë që gjykata kushtetuese i ka lënë një derë shumë të rëndësishme ligjore Erion Veliajt për të rikthyer sërish në gjykatën e lartë dhe unë mendoj që ky ka qenë edhe qëllimi kryesor. Besoj që Klodi dhe ne gazetarët e Kronikës që kemi qenë nëpër korridoret e gjykatave dhe të prokurisë këto ditë, gjithë kemi dëgjuar që Erion Veliaj sot ishte shumë e vështirë që të ndryshonte masa e sigurisë, por vendimi i gjykatës kushtetuese i ka dhënë atij një mundësi tjetër për të rikthyer aty me argumenta për të kërkuar lirinë. Por edhe kjo mbetet për të parë se Klodi i tha detaje që ka hetime të tjera, prokuria e posaçme ka dërguar një provë, ka dërguar një dosje të rëndësishme në gjykatë, por edhe ky argumenti i prokurisë që unë e kam duke hetuar për çështje të tjera apo për veprime të tjera konkrete, kam përshtypjen që duhet marri fund edhe kjo formë që zgjaten hetimet pafund, pasi kjo pastaj kthehet në bumerang
edhe SPAK-ut, sepse zgjaten pafund afatet hetimore. Ndoshta kjo është dosje... Jo, tu bie dakord me ju, kjo është po dosje thjesht ata re. e përdorin si argument. Po dakord pra, por kam përshtypjen që një gjykatës pastaj kur e shikon që ose 3 gjykatës të 3 shkallëve gjyqësore shohin që ti je akoma duke kryer veprime që duhet i kishe kryer në vitin, po them 2024, kam përshtypjen që është argument mbështetës pastaj për Veliajn që prokuroria zvarrit hetimet. Por nëse ka në këndvështrimin tim një zyrtar që deri diku i plotson kriteret për të qenë në masë shtrënguese arrest me burg është Erion Veliaj, për shkak se prokuroria pretendon që ai ka kërcënuar një hetues të byros kombëtare të hetimit, ka intimiduar, kanë intimiduar dëshmitare të tjera për të ndryshuar dëshminë e tyre, kanë arritur të ndrojnë telefonat në mënyrë që telefoni i kësaj dëshmitare mos të sekuestrohet nga prokuroria e posaçme, dhe gjithë këto veprime janë në favor të SPAK. Për mos përmendur pastaj edhe qëndrimin e zotit Veliaj në paraburgimin e Durrësit, ku SPAK-u në një dosje të veçantë vërtetoi që nga aty orkestroheshin lajme për prokurorin apo për gjyqtarin e çështjes që caktoi masën e sigurisë arrest me burg. Të gjitha këto janë gjëra që nuk i shkojnë në favor të zotit Veliaj, por gjykata kushtetuese në një farë mënyre i ka dhënë atij një mundësi shumë të artë për të rikthyer sërish në gjykatën e lartë. Unë mendoj që kjo do të jetë seanca kryesore dhe mendoj që edhe qëllimi i mbrojtjes së zotit Veliaj është seanca e ardhshme, nuk ka qenë kjo seancë. Ka dhe këtë fakt, besoj, ai ka akuza shumë të rënda. Akuzat ndaj tij janë shumë të rënda. Duke qenë akuza të rënda, dhe duke qenë një proces i hapur për sa i përket hetimit. Edhe pse ka filluar gjykimi, ne kemi të hapur për sa i përket hetimit, qoftë për pjesën që nuk janë pyetur dëshmitarët në gjykatë, që është rreziku i intimidimit të tyre, dhe kemi dhe faktin tjetër që shumë i rëndë që është tentuar dhe është provuar që ka intimidim në një rast caktuar me atë ish-deputeten dhe me bashkëshorten. Me gjykatë, sigurisht precedenti është shumë i rëndësishëm. Aktualisht ne kemi 3 politikanë të nivelit lartë që janë arrest me burg. Ilir Metën, Ilir Beqen dhe Erion Velin. Do duhej më parë të liroj Ilir Meta dhe Ilir Beqa, sepse nuk kanë asnjë funksion publik, nuk ushtrojnë asnjë detyrë dhe nuk do të ushtrojnë asnjë detyrë, ndërkohë që Erion Veliaj është aktualisht kryetari i Bashkisë Tiranës. Për këtë arsye, mendoj që gjykata ndjek arsyetimin e kërkuar nga prokuroria dhe vendosur nga gjykata e mëparshme. Pra, një njeri me funksion të tillë publik si Erion Veliaj, me sjellje agresive ndaj prokurorit dhe gjyqtarit të shkallës së parë, me vazhdimin e agresionit ndaj prokurorit në gjykata administrative, me mbështetje të gjerë edhe mediatike dhe gjyqësore për çështjen e tij, mendoj se gjyqtarin 1 apo 3 sa janë anëtar të gjykatës lartë që merren me këtë çështje e vendos në një pozitë vështirë që të gjejë një shpjegim, një arsyetim bindës për ta liruar apo për t'i dhënë një masë më të lehtë. Gjykata kushtetuese mori një vendim për të kaluar një patate të nxehtë gjykatës lartë dhe për t'i thënë, meqense ju keni bërë atë vendimin unifikues, gjeni ju zgjidhjen. Por vetë gjykata kushtetuese ka një precedent të mëparshëm po me këtë histori, me historinë e një kryetari bashkie. Kemi rastin e ish kryetarit të zgjedhurit në Bashkinë e Marës, që nuk e la të betohej. Pra, morën vendim që është më i rëndësishëm të rish në burg për një proces gjykoje, se sa të shkosh një ditë dhe të betohesh. Kështu që arsyetimi që duhet marri gjykata e lartë edhe në çështjen që do ndodhi pak 2 muaj, 3 muaj më pas, mendoj që është shumë i vështirë për të gjetur një arsye që Erion Veliaj nga qelia të shkojnë në arrest shtëpia apo në detyrim paraqitje. Lala, ka dhe një gjyq tjetër paralel që e ka hapur zoti Erion Veliaj me Oris Dadan. Si vazhdon ky gjyq? Po vazhdon patjetër. Çfarë ndodh aty? Po aty keni para të shohun që është parë publikisht që zoti Veliaj është i vetmi proces ku paraqitet, edhe patjetër aty paraqiten kryesisht edhe mbështetësit e tij, njerëz të artit e tjerë me radhë. Ndërkohë që sa i përket asaj çfarë po ndodh, është një çështje që do me thënë, për momentin Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka kërkuar mos legjitimimin e Erion Veliajt për këtë çështje, është kërkuar dokumentacioni dhe të shohim seancën e radhës, që në mos gabojmë është në datë 19 qershor, se cili do të jetë qëndrimi, sepse gjykata njëherë do të vendosë nëse legjitimohet apo jo
kërkuesi ose paditësi, në rastin konkret zoti Veliaj, nëse legjitimohet, pastaj fillon procesi i themelit. Zoti Veliaj pretendon që Olz Dado nuk plotësonte kushtet dhe kriteret për t'u emëruar prokuror në vitin 2008, ndërkohë që zoti Dado nga ana tjetër ka kaluar të gjitha filtrat, që nga viti 2008 ka ushtruar funksionin disa prokurori, ka kaluar procesin e vettingut, më pas ka kaluar të gjitha kontrollet edhe certifikimet për t'u emëruar prokuror në prokurorinë e posaçme. Sigurisht do të ishte e rëndë nëse gjykata do të konstatonte pavlefshmëri absolute të dekretit presidentit. Unë kam dëgjuar një deklaratë skandaloze të ish-presidentit të Republikës zotit Bamir Topi, i cili pranon që ka kryer një akt formal dhe po të ketë prokurori, unë do t'i vija prangat Bamir Topit, nëse pranon që ka qenë thjesht një njeri që ka kaluar, se thot me administrimin është marrë prokuroria përgjithshme tira me radha, thua se ishte çoban për truajtur delet Bamir Topin president. Ai thot që përfaqësuesi im ishte në mbledhjen e prokurorisë. Edhe? Pra kishte dhe presidenti çfarë është? Çfarë duhet të bëj? Është noterit e Lana. Është noterit e Lana, po mund ta kthej. Nuk do marri presidenti të analizojë nëse meriton dikush ka atributet dikush të bëhet prokuror apo jo. Ka disa kritere. Prandaj është këshilli i prokurorisë. Presidenti bën disa ka disa kritere, jo keni shumë gabim, se në rastin e prokurorëve kemi raste që janë kthyer, se ju nuk e keni ndjekur atë proces të 2008-ën. Ai mund thoshte që thjesht kam qenë formal. Por tha që përfaqësuesi jo vetëm ka qenë formal, po ai pranoi që ka kryer hapta të prokurorisë të tyre nëse ka bërë një gjë të tillë, po uroi të jetë thjesht ndonjë shërbim që po i bën Erion Veliajt dhe nuk është se nuk është normale ajo që ka deklaruar, po për te asaj se s'dua t'i bëj gjyqin Bamir Topit, ato le ta hetoj prokuroria. Problemi është që në 2008-ën, me qenë se unë kam kujtesë institucionale dhe shumë të qartë në këtë gjë, janë kthyer raste të tjera. Dhe kemi rastet prokurorëve, besoj Gjahire mban mend. Vllai i ish presidentit të ndjer Bujar Nishani është kthyer disa herë tira me radhë. Pra nuk ka qenë kaq e thjeshtë dhe nuk është kaq formal roli i presidentit. Tani, kaq vite më vonë, për interesa dhe kulisa politike, thot një gjë që është e paprecedent dhe është jo normale për një ish president të vendit. Domethënë është turpëruese për institucionin e presidencës. Dakord, pastaj pjesën tjetër le ta zgjidhë gjykata. Ama sa i përket procesit të Erion Veliajt kundër Olz Dados është kthyer në një show, sepse aty mbrin gjithë që nga showbizi e gjithë Bashkia e Tiranës, me drejtën e tyre sepse procesi është i hapur, por unë mendoj që është një proces që normalisht duhet të gjykohet me seriozitet dhe panshmëri për të kuptuar realisht nëse Olz Dado ka qenë ose jo i emëruar në përputhje me ligjin. Nëse rezulton që është i emëruar në përputhje me ligjin, ai patjetër, kjo nuk e pengon ose nuk e cënon rastin e Erion Veliajt, duhet ta themi, sepse aty është dhe një prokuror tjetër i cili ka firmosur që është zoti Dumani, pra nuk e cënon thelbin e akuzës. Mund të jetë një argument që ndoshta zoti Veliaj mund ta përmend apo ta përdor në Strasburg, ndoshta për lehtësira të caktuara, por nëse ndodh që zoti Olz Dado është emëruar në kundërshtim me ligjin, sigurisht që do të ishte një goditje shumë e rëndë për institucionin e prokurorisë posaçme. Por çfarë doja ta them dhe të falenderoj që ma dhe rastin, është që një ish president Republike dele dhe flet sikur në fakt nuk ka qenë president, po ka qenë rojet e dera edhe nuk dinte gjë çfarë ndodhte në institucionin që drejtonte. Atë periudhë që po flasim, personat që u përmendën këtu, emërime në postet larta të prokurorisë shqiptare kanë qenë të frikshme. Janë marrë njerëz pas një lloj vlere që vegetonin e prokuror që vegetonte atije, që s'donte t'ia dinte vetëm se ishte vlla një biznesmeni dhe bëhet kryer prokurorie, në Durrës merret një me probleme penale, bëhet kryer prokurorie. Shkatërrimi total është pikërisht për këtë periudhë, aty hodhën themelet e shkatërimit total të prokurorisë. Ne po flasim për një rast konkret Ferdinand, se në atë kohë zërat Këtë është duke thënë dhe Ferdinandin. 200.000 euro për transferuar një gjyqtar shkallës parë. Dhe ne në atë kohë nën kryetari i KLD-s na mblodhi ne gazetarëve, kemi qenë të shpitarë, besoj Gjevahir, dhe kur ne ja tham këtë gjë në mbledhje, nuk patim mbledhje të dytë. Dhe aty në fakt u hodh themeli shkatërimit të drejtësisë. Prandaj unë po e ngres zërin se si një ish krejshteti ngrihet sot dhe thot për interesa tërësisht të ngushta personale dhe ndoshta edhe për interesat e Erion Veliajt, se pas ka firmosur një dekret formal. Dhe si mund të rrijë ai dhe si ka mundësi që nuk ka një prokuror që nuk qel një çështje penale? Ikim themun nga ky moment, është një proces ditët që do të vinë, ne do t'i rikthehemi, e gjatë, histori e gjatë kjo. I do marrë shumë kohë dhe kalojmë të një moment që duket edhe pa komik, por në fakt nuk është i tillë. Ideja e Ismailaj, biznesmeni shumë i njohur, ideja e Ismailaj ka rrahur shumë rëndë
Orcakun. E ka bërë frtele. Ka rrahur Nipin. djalin e motrës. Nipin. Ka rrahur djalin e Ka dhe motrës. ortak edhe nip. Në të nipin e pas ka të coptuar, të Së është kështu problem Ky familjar. është... Ky është zoti Ilaj. Ydajeti ishë ky? Po. Pra, Ydajeti apo Idajeti? Idajeti. Idajeti, Ide. pas ka rrahur nipin, partnerin. Tani, të është një djali motrës, thotë, nipi dhe me thënë, Rëzhën. Shkërësi, Rëzhën ishë njëri shumë. Kjo është aksioner. Djali motrës që nipi, apo ja? Po, kjo është aksioner në... është aksioner aty i rëndësishme, apo ja? Po. Jo, është në minorancë. Mos gabojmë, ka më pak se 15%. Qa rëndësie ka Tani, përplasje e madhe fizike, ku janë rrahur qytetin e Firit, apo? Jo, janë rrahur këtu të... Janë biznesmen të Firit? Të Erë Benja. Kanë zyrat E Erë Benja, këtu i kanë, se kanë ndërtuar dhe Erë Benja. Në stadiumin, po. Po. Një sherri nisur diku para 10 ditësh. Edhe me gjithë paranë e madhe që kanë dhe nuk rinë do të parahur. Po për parat janë. Për para rifen gjithë. Para rifen të gjithë, po jo dhe të afrëm fare, dhe më thënë u të Po rrit dhe vlaj me vlajnë, edhe i biri ku rritet Kompania e ka... janë merë pasurin babajt. Finmen apo Fajnmen? Si quhet kjo? Finman. Arena Finman. Center, po. Nuk quhet Finmen. Finman. Po mirë, po ta bëjmë anglisht, po. Anglisht, po. Finman atëre SHPK. Tani në media është raportuar se biznesmeni një orë, thamëtës, bashku me të birin, 2 vite e kanë rrahur urtakun e kompanisë Sokola Galliu. Tani zënë e Lala çfarë ka ndodhur dhe a mund ta dim pse ka lindur ky konflikt? Allah, thani, raje madhe. Tani unë kam rënë në dieni të lajmit në momentin që zoti Sokola Galliu, që është aksioner në 14... A disa sajte që i afër dhe ti e kishin hequr. është drejt e tyre, unë jam pronari vetes time, edhe mbaj përgjegjësi për atë çfarë them unë. Dhe ndaj dhe kemi raportin bashkë që punojmë. Po pra, dhe ndaj atë që them, mbaj përgjegjësi edhe në gjykatë. Tani Sokola Galliu është 14.5% aksioner për shkak të nënës sepse Idajeti Ismailin e ka daj, ato kanë disa biznese shumë të rëndësishme, ka arena... I rrahur i thua ti 14.5% Po, ka? 14.5% nga nëna. Edhe rajen edhe mi vogli në aksione. Tani, ideja është që këto kanë Arena Center, Finmen, Manastiri Resort dhe kompani të tjera, dhe kanë patur në fakt një konflikt 10 ditë më përpara, për shkak se Sokola Galliu pretendonte që kishte një humbje në kompani të rreth 500 milion lekë të vjetra. Dhe më pas pretendonte që kishte po ashtu edhe problematika sa i përket kontratët ose ndërtimeve më qartë. Edhe 5 milion në Klodi, se kuptova mirë. Atëherë, pretendon zoti Galliu që ka një vjedhje ose një humbje të rreth 500 milion lekëve të vjetra nga arka e kompanisë. Dhe akuzon dajën e vetë si aksioner majoritar. Po ashtu pretendon që ka patur edhe një abuzim për rreth 750 metër katror tek Manastiri Resort, sipërfaqe toke. Ky është debati që ka lindur mes tyre dhe ka qenë një debati 10 ditëve më parë. Unë fakt jam vënë në dieni ditën e sotme nga burime spitalore që Sokola Galliu kishte shkuar në një spital privat, nuk besoj se është e nevojshme ta përmendim. Kishte shkuar për ndihmë mjekësore, ishte një gjendje jo të mirë shëndetësore dhe kam siguruar në momentet që ai ka hyrë në spital edhe një foto të tij e cila ka qarkulluar edhe Rozhanit ja ke dërguar? Po, ja kam dërguar Rozhanit, është një moment kur ai paraqitet në spital. Plagosurin, e nxori. Edhe një jetë plagosurin. Gjendja e plagosisë është Klodi tani në këto momente? Tani në këto momente është marrë dëshmia nga një oficer i policisë gjyqësore, janë bërë edhe ato gjitha ekzamenimet që nga MRI-ja tjera me radhë për të kuptuar problematika që ka patur. Sherri sipas kallëzimit të tij, më pas ka reaguar, po ky është momenti që shkon në spital, kjo është fotoja që kanë disponuar diku në rreth orës 13:30. Ka qenë veti dyta i me të birin se vetëm mund ta kishte rrahur ky. E gjithë përplasja ka ndodhur në ambientet e zyrave. Po, dhe më pas Sokola Galliu ka shkuar në spital, ka marrë ndihmë mjekësore, tu te stadium te Air Albania. Mos gabojmë aty duhet jenë. Mos ka qenë te duku aty afër. Apo s'ndodhet këtu në një. Tani do raportojmë për këtë apo. Po bëjë shaka tani se. Do bësh një shaka. Edhe vape madhe ka ardhur të gjithë edhe themi në një. Se te duka kudo gjendet. Gjendet kudo, sidomos te sporti, po. Kur ka ndeshje shkon aty. Tani problemi është që diku është njoftuar komisariati numër 1 dhe tani problematika është që të dyja palët kallëzojnë njëri tjetrin. Pra Sokola Galliu akuzon dajën e vet, Idajeti Ismailaj dhe të birin Floridi Ismailaj për dhunë, vjedhje të shumës, ndoshta është e rëndë fjala vjedhje, po përvetësim nëse mund ta them në gjuhë të moderuar,
të 500 milion lekëve të vjetra duhet ta theksoj dhe të sipërfaqes tokës të Manastiri Resort, ndërkohë që Ismaila vetë ka shkuar por në komisariatin numër 1 dhe ka bërë dhe ai kallëzim pas ditën e sotme. Pra janë të dyja palët tashmë që kanë kallëzuar njëra tjetrën. Secili ka të drejtë, unë këtë s'jam gjendje ta them. Të dy palët e kanë kallëzuar një tjetrin. Sepse zoti edhe ky i spitalit edhe ky. Atëherë zoti Ismaila e ka vajtur tani mbas dite dhe ka pretenduar që konfliktet që ato kanë është një konflikt që zgjat prej kohësh. Tani se çfarë është thelbi, kjo mbetet për të sqaruar nga hetimi, por domethënë njerëz të cilët qarkullojnë para, që kanë njerëz të punësuar, që pretendohet se mbajnë ekonominë e vendit, të përfundojnë në këtë pikë, domethënë, kjo për mua është më e rëndë se sa edhe rrahja vetë. Autoritetet deri tani, sepse ka një gjë, Klodi, edhe kolegët e tjerë se me sa dim, kur rrihen të varfrit, i lënë të çajnë barkun, të vriten, të coptojnë fakirët e të gjithë, dhe po lajmëron me njëherë policia. U vranë, u coptuan, thotë të gjithë, këtu tani, dhe u dhanë njoftim anë një gjë, jo. Jo, deri tani nuk ka patur njoftim zyrtar. Deri tani nuk ka patur njoftim zyrtar. Asnjë lloj komunikimi. Si ka mundësi tani gjithë këto autoritete të kamurit e mëdhenj. Ishte bëj një ditë me vonesë këtë një ditë. Po ka ndodhur të Për të kamurit apo? Ka ndodhur të henë kjo? Ka ndodhur të henë. Sot jemi të enjte? E diet. Do me thënë kanë kaluar 4 ditë, o zotri. A i tani duhet të kështë del nga spitali, po të kështë plak të leta. Kjo është një kritik. Ta janë kujdesur që mos merre vesh fare. Tani, Gjarje, kjo është policia, po mos e merrte vesh një askush. kritik që duhet i shkojë zotit Hitaj, drejtorit të përgjithshëm policisë së shtetit, i cili na ka garantuar kur erdhi transparencë, edhe mendoj që raste të tilla nuk duhet të përsëriten ndaj duhet. Ty ka lidhje deri lart kam dëgjuar ky hydajeti. Po të gjithë kanë, përsa kohë kanë ndërtuar gjithë ato gjën aty në qendër, patjetër që mendoj se edhe ato pikën e vogël të manastirit. Po të manastirit. Atë që mor parku të Butrendit. Manastir çka bër ky? Është ajo pika e vogël. Është ajo pika e vogël në Umbaros, ajo pika që vija ato majën e lapsit. Dhe zgjatin, dhe i thonë emrin është bërë me shumë vila. I thonë emrin e seksit pastaj. Është bërë me shumë vila, po ajo në fakt aty në letër ishte vetëm një pik lapsi. Po të shkosh atje ta shohësh, domethënë është bërë një kështu, një zonë madhe. Kalosh 5 minuta me makinë, smaron. Dhe janë bërë ca vila luksoze që atje do shkojnë vetëm ca të pasur se njerëzit e thjeshtë s'kan për shkelur kurrë e tjera me radhë. Po pa i bërë gjyqin zotit Ismailaj, për te të gjithave, do duhet të kishte një reagim institucional, rasti konkret, dhe duhet të pika e gjithë kinës. Për te shakave që vënd dhe bërë mirë në njerë, sepse në këtë vëndin, në këtë fshatin ton të madhe dhe të çmendur duhet ketë në njerë dhe galat, po për te relativizimi do duhet ketë një jetim të thelluar në lidhje me këtë çështje. Po ne ndaj e themi tek kështu. Realisht. Do të thënë këta tallen as hetim asgjë. Mënyra se si kanë shkuar gjërat, të shkojë një person që dhunohet pretendon se është dhunuar nga daja dhe nga djali i dajës. Dhe të shkojmë punë deri në këtë pikë, mos ketë asnjë reagim dhe me shumë vështirësi është marrë ditën e sotme kallëzimi nga oficeri i policisë gjyqësore, se dhe vetë policia stepej për të marrë kallëzimin. Qartë. Pra vetë policia ka shkuar një oficer, ka pretenduar që personi nuk është mirë për të marrë kallëzim, është kthyer në orë e pasdites një oficer tjetër, pra me shumë vështirësi është marrë kallëzimi. Dhe kjo nuk është çështje që duhet relativizuar, përkundrazi duhet rritur zëri dhe normalisht duhet thënë që policia e shtetit duhet veprojë me shpejtësi dhe me profesionalizëm për ta sqaruar. Dhe për t'ia bërë më të qartë opinionit publik këtë gjë, zonja Lala, ke shumë të drejtë, ne do të përpiqemi të themi tani se ky nuk është një rast i rëndomtë, po një njeri shumë i kamur, shumë i pasur, shkon këtu, shkon të kjo plagosja e raja... Zakonisht... Por kush është Hidayet Ismaili dhe çfarë zotron ai në vendin ku ne jetojmë? Si kompani, dini gjë ju tani? Po pse do t'ja themi ato kompani talent? Jo, po do ja themi ne. Pse ka pas dhe një pjesë të parë kjo që se thamë. Qa ka pas? Histori ka dhe një pjesë të parë. Po pra, debatin para 10 ditësh. Para 10 ditës ka shkuar ky Agalliu aty në ato zyrat. Agalliu Nipi? Po, Nipi dhe ka rrahur një jurist. Dhe kur pas... Ka rrahur juristin e këtij? Po, dhe e kanë ndaluar policia, 48 orë, këtë. Por e kanë lëshuar më mbrava. Tani, ky shkon të hënën në mbledhjen e ortakve, fejet raja. Po drejt për drejt të faktori dhe jo të juristi këtia. Daja për para dhe. Në mbledhjen e asamblesë ka qenë orë 11. Po e ngatron. Debati para 10 ditëve është një debat me zotit, lutem tani se unë jam marrë me rastin që në orën 11 ai ka shkuar jo. Në mbledhjen e asamblesë ditën e sotme, pra debati parë ka qenë me zotit Agalliu dhe punonjësve të kompanisë. Ditën e sotme ka qenë mbledhja e asamblesë dhe me sa duket aty ka patur ndonjë tentativë për çështjen e aksioneve mbetet për të sqaruar, por ama di dhe një gjë, kur policia ka shkuar tek zyrat e kompanisë
për sekuestruar kamerat, kamerat janë zhdukur, pra nuk ka kamera në ambiente, janë hequr. Pra tani që ne flasim, nëse do policia të marrë kamera dhe serverin për të parë se çfarë ka ndodhur në ato ambiente, nuk e provon dot, sepse mbeten po shumë e rëndësishme provohet nga mjeku ligjor, po them, dëmi që është bërë dinamika e person. gjithë gjës që ka ndodhur, sepse mjeku ligjor e konstaton dhunën sa e shihet me sy të lirë. Nuk ka nevojë dhe në orën rreth orës 11:30, unë rreth orës 13 e kam mësuar unë lajmin kur ai përfundoi në spitalin privat për të marrë ndihmë mjekësore. Kështu që sa i përket zotit Ismaili, po ka një sër kompanish, Manastiri Resort, ka këtë Arena Center, ka domethënë Sa? po një sër kompanish, ka shumë kompani. Zoti Rakipi, Kemi dëgjuar, po ka të pasur. Zoti Rakipi. Jo, do më thënë, zakonisht këta të pasurit me shumë lekë, edhe kur ka një problem, normalisht duhet shkojnë të zgjidhin gjykat. Apo jo? Sigurisht. Këta gjenë këtë mënyrën për të zgjidhur. Zoti Rakipi, Finman është kompania më që zotëron 12 kompani tjera. Do me thëmë, Finman është kompania, dhe janë rafur pikërisht dhe kompania MEM. Zotëron 12 kompani tjera, 12 tjera? Të cilat janë të shtrira në fushat të ndryshme, në ndërtim, në turizëm, në shërbime, kompania Motus, Trans-Strategic Investments, RAI, Alstari. RAI, qëfar RAI? Jo, RAI është... RAI Televiziona? Jo, është një kompani që ka fokus tjetër kund. Alstari e rrugëve. Alstari është kjo e ndërtimit, e famshmja. Është një AM Rentals, që ka të bëj me qeratë ndryshme, ndoshta nuk e di. ANGS, shoqëri prap kjo me përgjegjësit kufizuar, AOS, APN, Arenas SP, ASAB, janë Balkan Finman, janë 12 kompani që i zotëron Finmani, që janë, pastaj aksioner janë biznesmeni që është Raur, Dai IT, familjar të tjerë, kryesisht është janë kompani të cilat zotërohen nga familjar të ndryshëm, Daja, Nipi, kështu që është një kompani familjare, por hetimi do ta zbardhë nëse kemi të bëjmë me një konflikt familjar apo ka të bëjmë me konflikt biznesi, por nga mënyra si është zhvilluar ngjarja deri tani, sigurisht që duket që ka një mosmarrëveshje mes aksionerëve të kësaj kompanie dhe sigurisht që mënyra se si është zgjedhur për të trajtuar ky problem është shumë i madh. Sigur, me të drejtë ne kërkojmë më shumë nga policia, por ndoshta edhe ne duhet jemi çik më të vëmendshëm sepse policia kur i sjell ato njoftimet, i sjell me iniciale dhe asgjë nuk kuptohet. Megjithatë, kam përshtypjen që nëse do të ishte sjell ditën e hënë, shumë gazetarë do ta kishin vënë re, por nëse ka ndodhur sot nesër, në orën 11. Ngjarja është ditën e sotme në orën 11 kur është bërë asambleja. Dhe problemi është që aty kur policia ka shkuar në kompani, nuk janë gjetur kamerat e sigurisë, janë të zhdukura nga kompania, janë të hequra. Dhe prandaj duhet parë më të rëndë. Pra do thotë që ne pa i vënë gishin e fajsisë asnjërit prej tyre, sepse këtë ta zgjidhet hetimi, ajo duhet qartazi, ja, këtu janë pamje që janë marrë, po të shikosh, nuk e kamerat e sigurisë. Janë komplet të hequra, po ta shikosh me shumë kujdes, janë zhdukur kamerat e sigurisë për zhdukur edhe ngjarjen. Secili prej tyre ka të drejtë, kjo mbetet për të parë. Pastaj ka një gjë, aty është tek Arena Center, është mbi atë kazinon e famshme që besoj të gjithë ku kalojnë e shohin. Dhe normalisht aty ka aq shumë njerëz, aq shumë lëvizje të tjera me radhë. Prandaj duhet ketë një hetim. Dhe çështjet e biznesit nuk duhet të degradojnë në dhunë fizike dhe të tjera me radhë. Pastaj secili prej tyre ka apo nuk ka të drejtë zoti Rakipi e zgjidh gjykata, se nuk marrin dot ne përsipër të flasim nëse është zoti Ismaili apo zoti Agalliu përgjegjës apo fajtor për këtë gjë. Ndoshta gjykata nuk ka fuqi para zotit Ismailit. Fakti është që Agalliu është në spital, ky është fakt. Agalliu do rinë në spital tani, gjykata ndoshta s'ka dhe fuqi para zotit Ismailit. Policia prokuroria, policia e gjitha këto ndoshta s'kan fuqi, e kupton? Mund të ketë fuqira më të mëdha. Ikim nga këj moment, e morëm në rolë të shikus, sepse është një rast, nuk është një rast ku kapen njeri ju zakonshëm, njeri ju varfret, gjithë që është pa fund me kjo gjë, por është direkt një përplasje e egër me zdy njëzve që janë dhe brenda një familje, që duket nuk i kanë ndarë mirë parat e pa numër të që kanë, nuk i ndajnë do të mirë edhe plasë aty dhe shkojnë për spitale. Pra është një rast ndryshe, është i vlefshëm për interesin publik, shumë i vlefshëm si që themi ne. Tani ne kalojmë në një pjesë të tretë, që është e rëndësishme, e kemi patur në fokus.
kemi zhvillime të reja nga Akshi apo jo? Në lidhje direkte pasi të flasë zonja Lala, do të më ndihmoj në lidhje me zotin Meksi. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, zotë Arkivi. Ore ti në zyri aty, po pse si ndes dritë ato, apo jo? S'ke dritë? Jam të kjo... Jo, po mirë, je mirë shumë. Në regull. Paraqitje mirë. Mirje. Mirë fare. Të hapëm një moment, nuk e di ishi duke në ndjekur tani. Zhvillime të reja nga dosja Akshi të rejnë e kaluar në bëm një deklarim që i shtirur një me emrin Kreshnik Tërnova dhe Mirlinda Kërçanaj. Ajo ka qenë dhe sot, zonja Lala të na jap një informacion dhe unë do t'ju pyes dhe ju lidhur me këtë problematik. Sepse keni qenë shpesh, keni qenë duke folur për këtë problem. Pse sërti në studia, zoti Meksio? Po sepse nuk do fliste për Velian dhe për dy çështjet e tjera. Kemi këtë çështje. Do vinë studio e tjetër. Për Velian dhe për rajen nuk ishte i përgatitur për rajen e Ydajetit. Se sa po mbaruam rajen e Ydajetit me të nipin, me nipin. Pra, Lala, çfarë konkretisht kemi, çfarë ka ndodhur në momentet e fundit? Tani ju dini që në emisionin e kaluar unë ju kam thënë që Komisioni i Prokurimit Publik do duhet hetohet, sepse normalisht ka bërë... KPA quhet ky. KPP. Do duhet të hetohet për faktin se në momentin që është rrëmbyer biznesmeni Geron Meqe, për shkak të kërcënimit dhe shantazhit, është detyruar të heqë dorë nga ankesat që kishte bërë për tenderat pranë Akshit. Dhe normalisht pasi ajo është liruar nga rrëmbyesit dhe pamjet pra ato pjesëzat të shkëputura ne i kemi parë të gjithë nga pamjet filmike, që janë nxjerrë në dosjen e prokurorisë, rezulton që ka shkuar dhe ka pretenduar përpara Komisionit Prokurimit Publik që ishte hakeruar Ri Albania dhe për këtë arsye ankesat e tij nuk duhet merreshin në konsiderat dhe tërheqja nga ankesat nuk duhet merren në konsiderat. Kreshnik Tërnova nuk e ka marrë këtë gjë në konsiderat dhe ka vijuar me procedurën dhe në një farë mënyre e ka zhbërë dhe e ka kaluar tenderin në duart e kompanive të Ermal Beqiri. Dhe ky është fakt sipas atyre që relaton prokuroria e posaçme. Çfarë ka ndodhur më pas është që zoti Geron Meqe në disa nga procedurat tenderuese nuk ka qenë aksioner i vetëm, pra ka qenë operator ekonomik në bashkëpunim me kompani të tjera dhe që të tërhiqet ankesa për një tender për cilin ai nuk ishte dakord me fituesin, do duhet të merret edhe pëlqimi apo dakordësia aksionerit tjetër. Dhe në rastin konkret nuk ka patur një dakordësi dhe pavarësisht se ligji për prokurimet publike e detyron KPK-n dhe rasti konkret është Tërnova që përmendet në dosjen e Spakut, që normalisht të marrë dhe dakordësinë e aksionerit tjetër, ai nuk e ka kryer një gjë të tillë. Dhe në fakt përkoj që fill pas emisionit, zoti Tërnova u morë në pyetje nga prokuroria e posaçme në mos gabojmë të rreth 2 orë dhe dha shpjegime pikërisht jo vetëm për këtë çështje, por për faktin se dosja e Akshit ka një dinamik shumë të thelluar, ndryshe nga shumë dosje të tjera, sepse aty ka pamje filmike të regjistruara në zyrën e Ergys Agasit, nga kamerat e instaluara nga Ergys Agasi, ka dëshmitarë të shumt, ka procedurat shumta tenderuese, ka persona të cilët, për shembull Migena Shroder që ka folur për kërcënime dhe për atë që e konsideron si pishina e peshkaqenve sipas deklarimeve të saj që i ka thënë zonja Karçanaj. Nga ana tjetër ke dëshmitar Emirton Sulin, i cili pretendon që pra tregon të gjithë narrativën dhe mënyrën se si paracaktoheshin tenderat pranë institucionit të Akshit, dhe duke qenë se ka dinamik ka qenë vetë zoti Meksi që është pyetur po ashtu në cilësinë e personit që ka dijenin lidhje me çështjen e Akshit. Dhe në këtë aspekt zoti Tërnova është një ndër zyrtarët e tjerë që ka dhënë shpjegime. Patjetër që në informacionet që disponoj, prokurorët nuk janë dalur vetëm tek ankimimet, por janë dalur te një sër procedurash të cilat ata mendojnë dhe dyshojnë që janë procedura të paracaktuara dhe që kanë kaluar në duart e kompanive të Ermal Beqirit apo kompanive satelite. Sepse ndodh për shembull që një tender mund të mos e fiton të Ermal Beqiri, por e fiton një kompani të bashkëtuesit të motrës së Ermal Beqirit, ose bëhej gara në atë mënyrë, ose pra përmes Aksikut, është një institucion i cili ka qenë gjithmonë i heshtur dhe i paprekur nga media, por kompanitë skualifikoheshin nga gara sepse nuk ju jepej një certifikat sigurie. Pra përdorej ky mekanizëm, i cili ose i hiqej certifikata e sigurisë.
përdori Aksiku në ndikimin e Ergjys Agasit, dhe unë kam thënë këtë gjë shumë herët, kur çështja e Akshit nuk ishte kaq e nxehtë sa është sot, dhe përdorej si një instrument ose për të futur në garë dhe për të favorizuar, ose për të disfavorizuar dhe për të nxjerrë nga gara kompanitë caktuara. Dhe në kuadër të gjithë kësaj gjëje ka dhënë shpjegime dhe Kreshnik Tërnova. Ndërkohë sa i përket zonjës Karçanaj, unë mendoj që pyetja e pak ditëve më parë nuk do të jetë e fundit për të, sepse ditë pas dite dalin fakte dhe dhëna të reja. Hetimi tashmë është trirë edhe në kadastër, ku janë regjistruar në kundërshtim me ligjin prona dhe pasuritë e Ergjys Agasit dhe janë tetërsuar një sër pronash të cilat i kanë përfituar njerëz bashkëlidhur me të. Është trirë edhe në institucionet të tjera siç është IKMT e tjera me radhë, që kanë dhënë leje apo kanë lejuar ndërtimin e vilave pa leje të Ergjys Agasit aty në afërsi të Ekus Resort, edhe që është bërë komplet pjesa aty. Dhe ndërkohë duhet theksuar që ditën e sotme zonja Karçanaj është paraqitur në gjykatën e apelit posaçëm sepse ka kundërshtuar vendimin e gjykatës së posaçme për sekuestrimin e pasurive. Ju e dini që kryeministri e mbrojti zonjën Karçanaj, tha që ajo është pa shtëpi, jeton me qira e tjera me radhë. Në fakt hetimet e Spakut e rrëzuan këtë alibit kryeministrit dhe kanë sekuestruar disa pasuri të zonjës Karçanaj, të cilat ajo pretendon se i ka të ligjshme. Pra nga një grua pa shtëpi dhe me qira, tani në rezulton me disa pasuri të paluajtshme, që sigurisht t'i gëzojnë nëse janë me burime të ligjshme, por do duhet aprovoj përpara gjykatës një gjë të tillë. Kjo është pak a shumë, po sa i përket kërkesës së zonjës Karçanaj, nuk ka patur një vendimarrje, pritet të shpallet ditën e nesërme. Zoti Meksi, ju keni folur vazhdimisht për Akshin, që janë zhvillimet e fundit për ju? Janë vijimi e timet në kuadër të kësaj që besoj është akoma në fazat e para, pavarësisht se janë me rezultate të ndjeshme që tani, ka akoma shku punë për të bërë, besoj, për të shkuar drejt një zbardhje sa më të saktë të kësaj afere. Çfarë do kishe, Klodi? Me Meksi? Jo, unë kisha diçka për zotin Meksi. Zoti Meksi, ju jeni pronari televizionit ku ne po flasim, edhe sigurisht unë ju e dini nga natyra nuk kursej askënd, edhe nuk do t'ju trajtoj si pronari më në televizion, po si çdo individ që do të përballesha për një çështje. Ju keni dhënë një dëshmi të gjatë përpara prokurorisë posaçme dhe sigurisht interesat e prokurorëve në ato pak informacione që unë kam kanë qenë të detajuara, por pyetja ime për ju është e drejtë për drejtë. A keni patur ju pretendime apo keni ju pretendime personalisht për kërcënime të mundshme në adresën tuaj nga Ergjys Agasi apo persona të lidhur me krimin organizuar, për t'ju kërkuar apo shantazhuar për të tërhequr nga tenderat e Akshit, sepse edhe ju vetë keni patur, keni aplikuar, nuk e di pastaj sa keni fituar, të thash dua të jem shumë e drejtë për drejtë dhe shumë e qartë që ta kuptoj dhe opinioni publik. A i keni ngritur këtë pretendim në prokurori dhe nëse ka patur një shantazh të mundshëm, përse nuk e keni denoncuar më herët? Kërcënime për jetën, nëse e keni të sens, jo, e kam thënë dhe me parë në studion e yllit dhe disa e kena ndalje. Me ka thënë. Kërcënime në sensin e familjes, në çfarë forme fizike mund të nënkuptosh, nga Ergjys Agasi për Sterio. E kam akuzuar Ergjys Agasi vetëm për dotën e aktit, nuk e kam akuzuar për kërcënime. Ergjys Agasi dhe unë kishim një marrëdhënie në tentativë për biznes, nuk u realizua kur, kështu që unë e kam thënë kësaj herë Klodi që nuk mundem dot t'i vej fajt për kërcënime. Shansi imi madh është që dështuam në kazak kaq. Po pse jeni tashmë kaq i interesuar për dosjen e Akshit, sepse duket zoti Meksi sikur ju tashmë e keni një betejë personale, jo një betejë të një media e cila në fakt do duhet të jetë e pavarur në përballje me një çështje të caktuar. Domethënë po, ndjes. Vazhdoj. Jo, se duket, pra unë që e shikoj nga jashtë, dhe për një moment marë sikur ne të dy nuk kemi njohur kur, edhe prandaj dua t'ju trajtoj thash, do t'ju trajtoj si njëri që nuk kemi takuar kur në jetën tonë. Atëherë, përse e nisët këtë betejë sot? Është një betejë, pra u kriz biznesi mes jush, çfarë nuk shkoi mes ju të dysh, që tashmë ju... Jo, po, ka dhe një përgjigje, disa herë. Dhe thot që unë jam një biznesmen, thot Meksi, patjetër, thënë vazhdimisht dhe jam në punët e mia. Patjetër. Okej, po e ka dhe disa herë. Dhe unë s'po i presje gjës që thot zoti Meksi. Edhe këte paka shumë e ka thënë disa herë. Edhe një herë në studion time. Ndaj ndryra, Jo, patjetër. Ndryra sepse e ka thënë një edhe në studion time, po dhe më përpara që ajo është në punët e të vetat biznesit. Dhe nuk do ndalohet pse ka dhe televizion.
Klodi ka pjesërisht të drejtë, kuria këto përfshirjet time ka qenë para arsye personale, dhe unë kam thënë disa herë, pa dashur të zbuloj më shumë, sepse nuk është besoj as në interesin e publikut, as korekte për personat përfshirë, por nga momenti i parë tutje ka qenë totalisht pse jo, për çfarë arsye ti, kolegu Ferdinand, Xhevi ylli, nuk do të jepni arsye për motivet e juaja. Pra ju e supozoni që jeni gazetar dhe unë, meqenëse jam gazetar në zanat, nuk do të flas për të dosje. Unë gjykoj që për një kohë të gjatë, për shumë tema që kisha intereset mia, kam ekzituar të flas edhe nga një ndjenjë kompleksi e krijuar dhe nga tipa si Gysi në një negocim permanent interesash. Me atë rrugë është e qartë që dështova dhe thyva brinjat, që është problem të tjetrën. Zoti Meksi, ju keni qenë në një farë mënyre një ndër njerëzit që keni aplikuar ose keni patur interes për të marrë tendrat të akshit. A mund të thoni me qënë se ju e njihni atë institucion, çfarë ndodh aty zotri që t'ja themi publikut, se ne e shohim nga dosjet, ju e keni përjetuar. U kthym shumë prapa sa ngjarjet e fundit përgjithsisht. Nuk e njeh as 2% të asaj që njoh nga ajo dosja në sensin e vërtetësisë. Njeh fashëthemet e IT-ve, bisedat tona në kafene, po gjithmonë ishin pa provuara, ishin çështje perceptimesh dhe çështje inatesh, mlefesh, si ndodh shpeshherë për punë të prishura. Që ka tjetër këndvështrim si e njohim ne nga tregu, ku kemi dëgjuar historira sa duash dhe kemi perceptime pazaresh, por këtë gjë është kur lexon mbi bazë dokumentash. E pjesa e punës time si detuesi një media, është e qartë që unë kam çeduar shumë herë kur nuk kam shkuar deri në fund atyre kërkesave për informacion dhe këtë përpiqemi të korrigjojmë sa radhë këto ditë. Nuk shoh ndonjë arsye pse do të lënë hapësirë edhe konkurrentëve, e kam thënë të ylli herë në fundit para 10 ditësh të gjën. Nuk shoh ndonjë skrupull te kjo pjesë, para aq kosta që bëjmë janë të lishme dhe të sakta, dhe unë përpiqem shumë të jemi saktë në çfarë them, edhe për të mos shkelur të limitin mes biznesmenit të IT-s dhe biznesmenit medias, por nuk shoh asnjë arsye pse të hesh për gjëra që njoh dhe e di dhe që mund t'i lexoj. Pas dashur këtu për të zënë vendin apo zëvendësuar asnjë nga ju, se nuk është ky qëllimi. Është thjesht jap një mendim më shumë. Sa e kam hapësirën. Nuk më ka ftuar këto çenëve, se po të ftonin do të qenë pjesë dhe inside story dje. Po çenëve. Okej, bëj. 2-3 herë të temë dhe i quan ta mbaroj këtë. Pak më vonë ta bëj edhe një. Pastaj që e trajtove mirë Meksin me qenë se është pronari i televizionit. Jo, jepi këtu. Zoti Meksi, a e konsideron Ergyes Agasin Epstini shqiptar për sa kohë ai ka filmuar personazhet e caktuar në zyrën e tij? Ne kemi parë vetëm ca video, aty ndoshta mund të ketë video të tjera të natyrave të ndryshme, nuk dua t'i përmend termat se ndoshta s'do të ishte etike nga ana ime, po ju vetë si e konsideroni edhe për faktin se e keni njohur nga afër? Sepse në fakt 2 herë në jetën time profesionale, 2 momente kam hasur në çështje të faktit që personazhe të kësaj natyre, të kësaj kategorie, të kenë shkuar deri në filmime. Ka qenë rasti të ndjerit Dritan Prifti, që ju e dini si shkoi historia, tentoi të groposte shokun, groposti dhe veten më pas, dhe është rasti i dytë Ergyes Agasi që në thelb më duket kanë qenë dhe të njëjtën parti. Ju si e keni parë në raport me atë dosjen e bujshme të Shteteve Bashkuara? Pra apo shantazhon Ergyes Agasi ndoshta personazhe të caktuara dhe përmes videove intime, pra t'i bie shkurtë edhe shumë qartë. Videove seksuale ke fjalën apo e them unë se mbaj gjobën vet. Kështu që jemi më drejt për drejt. Po nëse ke lekë ta paguash bëje. Nuk di ta them nëse e ka bërë këtë gjë. Nuk kam asnjë informacion. Pardon, këto gjë dokumentat e kupton, po i bën pyetje shumë sikur ky është prokuror. Ky ka dëshmuar një aty, po gjërat... Po se tani zoti Meksi nuk është si unë dhe ju, zoti Rakipi. Ka shkuar aty, kanë bërë ca pyetje, ka parë ca rrethana të reja. Nuk i tregon ato ky sepse... Ka qëndruar 5 orë aty, madje kur doli ngatroi dhe derën. Meksi? Po Meksi, ngatroi dhe derën. Se unë po e vëzhgoja në distancë, e kupton? Po të dukej me puro që t'na jepte... Derës aty është normal, ashtu është derë. Është ashtu, okej. Mund bëj një pyetje. Edhe një pyetje se... Mendon... Unë s'kisha gjë se
Jo, pyetjen e Klodit, se lëm të disa... Nuk ju përgjigj. Kjo futi dhe Epsteinin tani dhe që të se mund shkretit. Epsteini, a i ka kapur dhe gjithë mitrit. Nuk kam asnjë djeni për shantazhin të tjetë me video seksual. Mos t'i bim në qafë. Po, Zoti Meksi, mendoni që dëshmia juaj ka ndikuar te këto veprime hetimore që ka bërë SPAK këto ditët e fundit në raport me dosjen e Akshit? Po them pyetja e Trenovës, rithirja e Mirlinda Karçanajt. po dhe këti Trenovës. Apo jo? Kam asnjë perceptim, Xhevi. Nuk ka asnjë për Kështu që nuk di çfarë. Edhe një pyetje tjetër teknike kam. Si përcaktohet fondi një limit në një tender të Akshit, sepse nga ajo biseda mes Mirlinda Karçanajt dhe Ergy Sagasit thuhet nga 2 bëje 4. Domethënë kush e vendos që një tender, ku e di unë, për një sistem duhet kushtoj 4 milion. Si është procedura? Grupi i punës që krijohet nga autoriteti kontraktor kërkon në treg një kampion ofertash në një numër të caktuar dhe bëhet një vlerësim i tyre për nxjerrje një mesatari, që është logjika e fondit të mirë. Kjo është bërë më përpara edhe në fazën buxhetore, pra në nëntorin e vitit bëhen përgatitjet, por saksohet në moment final në këtë formë. Ajo 2 nga 4 do të thotë që personat që kanë çuar ofertat, ata që kanë gëzuar, janë instruktuar sa të vëjnë vlerën e ofertës. Domethënë nuk ka një studim fizibiliteti që del vetë nga institucioni, nga Akshi në këtë rast. Te Akshi jo, ka raste projektesh më të mëdha, siç janë rastet e projekteve inxhinierike, që bën dhe studimin fizibiliteti ose projekte ad hoc më kompleks, por pjesa më e madhe e procedurave të IT-s janë në të formë. E kuptoj. Domethënë çdo gjë në dorë private. Jo, sepse... Jo, dhe një pyetje do t'ja bëj zotit. Se na ikën Bledi Do Klosi. t'a bëj dhe këtë, po Bledi Klosi do të presi për një pyetje tani se ka dekoruar njerëz të krimit, njerëz të tjerë, po s'do jem pjesën e dytë. Zoti Meksi, duke qenë si ju jeni njohës i mirë i fushës dhe është përfolur shumë për vjedhjen e të dhënave nga ky grup i dyshuar, i strukturuar kriminal, se duhet i themi i dyshuar, për vjedhjen e dhënave personale. A ekziston, ose më saktë, a ka patur sipas jush potencialisht mundësi ky grupim apo grupime të tjera të vjedhin të dhënat personale dhe sensitive të qytetarëve shqiptar dhe nëse po, si mund t'i keq përdori në dëm të tyre të nesërmen kur historia Akshit ndoshta nuk është kaq e rëndësishme. Kujtojmë këtu aferën ose skandalin me Timsin, kujtojmë këtu rrjedhjen e dhënave personale, i njëjti personazh gjithandej Ermal Beqiri që del te Timsi, Ermal Beqiri që del te Video X, Ermal Beqiri që del te Video Y, pra nëse u kthehemi pas në Kopra, e kanë potencialisht të mundur t'i kenë marrë të gjitha këto dhëna dhe t'i keq përdori në dëm qytetarëve? Prova për dhënë një përgjigje afirmative në sensin teknik nuk kemi Klodi. Perceptimi im ka qenë i tillë, është i tillë shumë më shumë këtë periudhë, pra këto 2 muaj, dhe edhe kur kam folur më parë kam thënë që po, jam i mendimit që e kam bërë këtë gjë. Deri më sot nuk kemi perceptim rastesh tek personave privat, pra nuk ka dalë askush në dukje që të thotë që ka ndodhur një incident me dhëna personale, përveç rasteve të kadastrës ku kemi perspektim të ndryshimit të regjistrave në favor të një klani, le të themi, për tjetërsimin e tyre. Po në tjera raste nuk kemi. Por prandaj dhe unë kam thënë që më shumë se sa dëme ndaj personave tek e tek kanë qenë për efekte shantazhi. Jo tek personave, por shantazh njësive të shtetit. Pra që nga personat përgjegjës të institucioneve, që nga personat përgjegjës për tenderat, që nga antarët e KVO-ve e kështu me radhë. Nuk mendoj se kjo strukturë kriminale e Akshit ka proceduar duke paguar, siç është perceptimi i njerëzve nga jashtë, që ky leku që merret përdoret për të paguar gjithë parat në proces, lekët shumicën i kanë mbajtur vetë, palët e tjera kanë qenë të shantazhuara. Faleminderit. Ky është çështja e Akshit si shumë çështje tjera, kjo nga më të rëndësishmet është zhvillim dhe ne do ta kemi siç do të jenë zhvillimet në ditët në vijim. Zoti Meksi, faleminderit për rëndësinë. Faleminderit juve. Ne do të dhe fare pak faleminderit dhe mirupafshim bashkë, ndërkohë ne do të jemi 3-4 minuta, maksimumi 5, ndihmonin çik zotin sepse duhet të ardhur sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste. Dhe se mos na marrim qef na ikën, zoti Bledi Klosi jepi një kafe të gjitha aty dhe zoti Bushati të aktivizohet në këtë dhënie kafe. Dhe ka ndodhur dhe një gjë që më troqi vëmendjen. Rektori i Universitetit të Tiranës ka pezulluar nga detyra dekanën e Fakultetit Drejtësisë Dorina Hoxha. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka bërë kjo zonjë që ka ndodhur?
Në fakt, kjo është skandal mbi skandalet, zoti Rakipi, duket si një gjë e thjeshtë në pamje të parë, rektori i Universitetit të Tiranës, zoti Artan Hoxha, ka marrë një vendim pak ditë më parë dhe ka përzulluar nga detyra zonjën Dorina Hoxha, që është dekan e Fakultetit të Drejtësisë. Dekan e Fakultetit të Drejtësisë, ndërkohë, e cila kandidon për në këshillim. Ka zëvendësuar këtë kur është bërë rektor, se dhe ky i Drejtësisë ka qenë. Jo, ka qenë zoti Mëngjesi, po më pas erdhi zonja Hoxha. Po në pozicionin që më herët e ka mbajtur Sokol Mëngjesi. Është biemër Mëngjesi. Është avokat, po. Avokati që u dhunua në blog, zoti Rakipi, që më në qoftë. Po. Zonja Hoxha kandidon për në Këshillin Lart Gjyqësor dhe duhet marrë votat e të gjithë pedagogëve ose të numrin e nevojshëm të votave për të zgjedhur anëtare e KLG-s. Problemi është që pezullimi i bërë nga zoti Hoxha është në kundërshtim me kushtetutën, me ligjin për autonominë universitare e tjera me radhë. Dhe ajo çfarë mua personalisht më shqetëson është që asnjë institucion deri tani nuk ka reaguar në këtë skandal të paprecedent. Zonja Hoxha është drejtuar Ministrisë së Arsimit, nuk ka patur asnjë reagim nga ana e Ministrisë së Arsimit. Ditën e nesërme ajo pritet i drejtohet gjykatës administrative për shfuqizimin e vendimit të rektorit, sepse rektori pretendon që për të patur një garë transparente për KLG-n dhe për të patur zgjedhjen si anëtare e KLG-s, do duhet pezullohet nga detyra. Në fakt, standardi që ka ndjekur zoti Hoxha, pra zoti Artan Hoxha, është komplet i dyfisht. Pra ky ka gjetur mundësim për ta fshirë. Më para, Ilir Rusi, që sot është kryetari i Këshillit Lart Gjyqësor, ka qenë dekani komanduar në kohën kur kandidonte për anëtar të KLG-s. Dhe zoti Hoxha, që ishte rektor, nuk e ka pezulluar, sepse në atë kohë, me sa duket nuk kishte të njëjtin interes. Sot flitet që posti i dekanit i është propozuar një pedagogu që është aty brenda, është i brendshëm. Dhe ligji thot, nëse rektori qëndron 6 muaj larg detyrës, mund të gjendet mekanizmi ligjor për ta zëvendësuar. Gara për anëtarët të KLG-s, sepse vjen nga radhët e kuvendit, zgjat deri në 1 vit e gjysmë. Dhe gjithë problemi është uzurpimi i Fakultetit të Drejtësisë. Kaq është shumë e thjeshtë. Domethënë është gjetur, është marrë një vendim në kundërshtim me ligjin, që do të ai mos e ka dhe nga kjo që e ka patur dhe vetëm përpara dhe do prap. Patjetër me uzurpim institucionin pra. Mbajtje në mbase quhet uzurpim ky që ja merr prap atë që kish. Po si ta quajmë, ne na thuaj pak. Pushtim, gjë tjetër në fjalë kështu domethënë rimarrje, më të zbutur. Por se rimarrje kanë në Shqipëri, rirëmbim. Zoti Rakipi, të shkoj përpjekja për të uzurpuar dhe institucionet e arsimit të lartë. Kuptoni çfarë drejgjeje kemi mbritur? Domethënë kushdo qoftë zonja Hoxha, unë po si argumentoj ky, si e tha që tani kjo largohet? Ta duhet të ketë garë transparente, ndërkohë që nuk e pati këtë shqetësim në rastin e mëparshëm. Zoti Rusi. E para fare. E dyta, nuk ka një bazë ligjore. Po kujt do t'i jap këtë detyrë ky tani? Po flitet një nga pedagogët e brendshëm që do ta marrë këtë detyrë. Unë nuk dua të ndalem tek emra, se s'dua të paragjykoj askënd, por aty brenda fakultetit juridik, se duke qenë se unë jam një studente aty universitetit dhe e njoh shumë nga afër dhe pjesën më të madhe zonjën Hoxha nuk e kam patur pedagoga, ajo ka ardhur shumë vonë. Po për shembull rektorin unë e kam patur pedagog direkt. Dhe unë e di shumë mirë se si funksionon Fakulteti i Drejtësisë. Problemi është që të gjithë dekanët vitet e fundit kanë patur vështirësi në administrimin e autonomisë universitare, por pezullimi është një akt i paprecedent që në këndvështrimin tim do duhet të shfuqizohet menjëherë nga gjykata administrative ose duhet pranohet direkt masa e sigurimit të padisë. Sepse në të kundërt i bie një sa po ka dërguar shkript, bën dhe natën, punon dhe natën, ditë natë. Partia Demokratike. Po mund të reagoj për shembull dhe për rastin konkret, Partia Demokratike së shkapja institucioneve. Po jo, nuk e ka lidhje. Dhe kjo histori është kjo histori është një dhe vetme përpjekje për të uzurpuar dhe për të pushtuar Fakultetin e Drejtësisë. Dhe standardet e dyfishta janë skandaloze. Unë nuk e di se si do ta mbrojë rektorati çështje në gjykatën administrative kur kjo çështje të depozitohet ditën e nesërme dhe të ketë një datë. Nuk di se. Unë nuk e di për vete. Po këtu ka gjithmonë mbrojtje, Klodi. Dakor? Vendin ku jetojmë ne, çdo gjë është e mbrojtshme. Çdo gjë këtu ata të pambrojturit kanë probleme, ndërsa këto në këto nivele. Tani zoti Rakipi, se kemi bërë një debat edhe para dite. Zoti Hoxha është ish prokuror i kohës komunizmit. Dhe ne me thënë të drejtën do punon edhe ku ish kredi tani. Patjetër, por nuk mund të shkojnë akte të tilla pa precedente antikushtetuese dhe antiligjore. Dhe e sfidoj publikisht të nxjerr bazën ligjore ku është bazuar për të bërë këtë veprim. Dhe më pas unë do të ngrej dorën dhe do t'i kërkoj falje. Është rast pa precedent.
Zoti Dervishi kishte një fjali për këtë gjë. Besoj se gjykata administrative mund ta zgjidhë shumë Mund ta zgjidhte këtë shkurt dhe punë. shumë shpejt të histori dhe ta Rikthen në punë atë dhe me vesh nëse funksionon kjo gjykatë dhe edhe me emrin që ka funksionuar dhe vendimet kanë qenë shpejta nga gjykata administrative, kështu që mund të ndodhë thotë. Atëherë të nderuar televizionistë, unë ju falenderoj shumë, nderuar kolegë, me plashim të telës, mos e ha falenderimin ti se je edhe pjesën e dytë. Jo gjithmonë do ta hash falenderimin. Falenderoj shumë. Faleminderit juve. Vajzat që ka sa të mira, si duruan ato, gjithë të gjëra që ti, gjithë të pjesë. Këto që nga përveç shumë të mira dhe shumë të duruar. Tani do të durojnë edhe pasi të mbyllim këtë ne do të durojnë prapë. Faleminderit shumë, kënaqësi. Lala? Faleminderit juve. Fare shkurt publicitet rikthehemi.